Zbulohet vrasësi Serik, një bari 26 vjeçar nga Staro Nagoriçani dyshohet për vrasjen e 4 grave dhe tentim vrasjen e të 2 tjerave. Pushteti dhe opozita në luftë të hapur me prokurorët, LSDM kërkon dorëheqjen e Saveskit, VMRO dorëheqjen e Abazit. Komisioni e ekspertëve të huaj zbuloi se 9 pacientë janë operuar pa nevojë në klinikat kardiologjike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shtohen mashtrimet për dënime në trafik, Ministria e Punëve të Brendshme i bën thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm. Përshëndetje shikues të nderuar, i jemi me lajmet në televizionin Shenja. Një bari 26 vjeçar nga Staro Nagoriçani dyshohet për vrasjen e 4 grave dhe tentim vrasjen e 2 të tjerave. Viktimat e përzgjedhura nga vrasësi Serik janë nga Staro Nagoriçani, por jo pjesëtare të familjes së tij. Prokurori i Lëndës Lubomir Llape tha se nga ekspertiza psikiatrike që është bërë të dyshuarit, është vërtetuar se ai ka qenë plotësisht i vetëdijshëm për veprat e kryera penale dhe se gjithçka e ka përllogaritur. Prokuroria Themelore Publike ka zbuluar një vrasës Serik i cili dyshohet për veprën penale femicid. Në brifingun me gazetar, prokurori i Lëndës Lubomir Llape njoftoi se bëhet fjalë për një djalë të ri nga Staro Nagoriçani i cili nuk është i martuar, nuk ka fëmijë dhe me profesion është bari, dhe i njëjti dyshohet të ketë vrarë 4 gra dhe ka pasur 2 tentime për vrasje. Viktimat e përzgjedhura janë që të gjitha gra, por jo pjesëtare të familjes, por që të gjitha nga Staro Nagoriçani. Motivet për vrasjet se a e ka pranuar ai faji në bisedën para prokurorit, a ka mbajtur maskë gjatë kryerjes së veprave penale. Prokurori tha se nuk mund t'i zbulojë në këtë fazë të procedurës, por zbuloi se nga ekspertiza psikiatrike që është bërë të dyshuarit, është vërtetuar se ai ka qenë plotësisht i vetëdijshëm për veprat e kryera penale dhe se gjithçka e ka përllogaritur. Prokurori Llape tha se për një muaj pritet që të paraqitet edhe akt akuza. Me sa kam njohuri, unë bëhet fjalë për rastin e parë për të cilin nga prova del se bëhet fjalë për një vrasës Serik, i cili ka kryer edhe veprën penale femicid, gjithsesi kryer të veprës penale bazuar në dhunë gjinore. Hetimi do të vazhdojë dhe presim për një kohë reale ta paraqesim edhe akt akuzën. Edhe Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë kallëzim penal ndaj këtij personi që dyshohet të jetë vrasës Serik, 26 vjeçarit nga fshati Dragomanc, komuna e Staro Nagoriçanit. MPB ka bërë kallëzim penal edhe ndaj 2 të punësuarve në spitalin e Kumanovës, që kanë bërë verifikimin e vdekjes së viktimave. SPB Kumanov, drejtuar Prokurorisë Themelore Publike Kumanov, gjithashtu ngriti kallëzim penal për veprën e kryer penale, punë pa ndërgjegjshme në detyrë kundër verifikuesve të vdekjeve MS dhe DD nga Spitali i Përgjithshëm Kumanov. SPB Kumanov njoftoi se nga zhvarrimi i trupave të 2 grave është konstatuar se personat kanë vdekur si pasojë e vdekjes së dhunshme, si dhe për shkak të dyshimit të bazuar për tentim vrasjen e 2 grave të tjera. Është bërë kallëzim penal kundër tij, ndërsa kujtoi se edhe më herët SPB Kumanov kishte ngritur kallëzim penal për vrasjen e 2 grave nga i njëjti person, pas shka ju saktua masa e paraburgimit. Një rast i ri tragjik ka ndodhur në Maqedoni, këtë herë në Manastir. Sipas policisë, një grua 31 vjeçare është vrarë nga bashkëshorti i saj 34 vjeçar, i cili është në burg. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se sektori për punë të brendshme Manastir ka arrestuar të dyshuarin AR. Ai dyshohet se ka sulmuar me thik gruan e tij, me të cilën nuk jetonin së bashku, sot në mëngjes rreth orës 6:40 minuta, e cila vdiq nga plagat e marra në vendngjarje. Një mjek nga urgjenca konfirmoi vdekjen e saj. Ndërkohë, prokuroria Manastir ka kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes, ku morën gjurmë dhe prova materiale, të cilat do të nënshtrohen ekspertizës dhe gjithashtu lështua një urdhër për autopsi të trupit të ndjerit. I dyshuari për kryerjen e veprës penale është privuar nga liria dhe prokuroria do të informojë opinionin për rrjedhjen e mëtejshme të procedurës kundër tij, ka njoftuar sot prokuroria.
LSDM ka akuzuar krye prokurorin publik Nenad Saveskin se punon sipas direktivave të kryeministrit Hristijan Mickoski dhe ka kërkuar dorëheqjen e tij. Ndërkohë, VMRO ka kërkuar dorëheqjen e prokurorit të prokurorisë për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit Islam Abazit, pasi sipas tyre ai punon sipas direktivave të Ahmetit, Filipçës dhe Zaevit. Revoltimet e këtyre dy partive kanë një temë të përbashkët, ndërprerjen e hetimeve për mazutin. Pushteti dhe opozita në luftë të hapur me prokurorët. LSDM kërkon dorëheqjen e kryeprokurorit Nenad Saveskit, pas siç thon ata, skandalit me porosi përmes telefonit me kryeministrin Hristijan Mickoskin. Aleksandar Sasha Dimitrijević thotë se nuk ka drejtësi, por ka gjyqësor të kontrolluar personalisht nga Mickoski. Për shkak të dyshimit në pavarësinë e tij, shtoi më tej, LSDM nuk e ka votuar atë dhe ja tani thotë se po del që kanë pasur të drejtë. E dëgjuam Mickoskin duke shpërndar detyra nga foltorja e parlamentit me ndjenjat e tij. E dëgjuam duke eliminuar prokurorët e pavarur nga një procedurë në televizion dhe tani ai shpërndan detyra përmes telefonit. Kështu duket gjyqësori dhe prokuroria partijake në Maqedoni. Kështu duken reformat e Mickoskit dhe grupit të krimit organizuar VMRO. Kurse VMRO kërkon dorëheqjen e prokurorit të prokurorisë për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit Islam Abazit. Скандалозното затворање на обвинителите. Deri kur Islam Abazi, grupi i Ahmetit, Filipçës dhe Zaevit planifikon të jetë ekzekutor i drejtësisë dhe të jap kontributin e tij për këtë treshe kriminale. Derisa drejtësia në Maqedoni udhhiqet nga figura si Islam Abazi, do të dominojë në vendime të tilla kontroverse në favor të LSD-s dhe BDI-s. Islam Abazi duhet të jap dorëheqje dhe ta lë menjëherë prokurorin në duart të profesionistëve. Revoltimet e këtyre dy partive ka një temë të përbashkët, ndërprerja e hetimeve nga prokuroria për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, shefi të cilës është prokurori Islam Abazi, për mazutin, ku të dyshuar ishin pronari Puskopetrollit Asmir Jahoski, djali të Ismail Jahoskit, deputeti të BDI-s dhe kundërisht drejtorit të arratisur të MV-s Vasko Kovacevskit. Ndërsa pas këtij vendimi, kryeministri Hristijan Mickoski u shpreh se ka mbetur i shokuar dhe i ka telefonuar kryeprokurorit Nenad Saveskit, i cili ka thënë se nuk ka pasur dieni se do të merrej ky vendim. Kryetari i Komisionit Antikorrupsion, Adem Çuçul, ka deklaruar sot se institucioni që ai drejton nuk ka autorizime ligjore për të përzier në vendimet e prokurorisë. Ky reagim vjen pas vendimit të prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit për ta ndërprerë procedurën lidhur me rastin e furnizimeve me mazut për tek Negotin. I pyetur nëse është i befasuar nga ky vendim i prokurorisë, Çuçul bëri thirrje për bashkëpunim më të madh ndër institucionet. Nuk do të doja të komentoja vendimin e prokurorisë publike për rastin e mazutit, duke pasur parasysh se Komisioni Antikorrupsion nuk është kompetent të ndërhyjë në punën e prokurorisë. Ne jemi të mendimit se duhet të ketë bashkëpunim më të madh ndërmjet këtyre organeve si Komisioni me prokurorin, veçanërisht edhe në fazën e përgatitjes së iniciativave në mënyrë që ato të jenë më të qëndrueshme, ka thënë ai. Komisioni i ekspertëve të huaj, i cili shqyrton rastet e dyshimta të operacioneve të panevojshme, ka konstatuar gjetje të dyshimta në 9 nga gjithsej 13 lëndë të analizuara. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se raporti i Komisionit të huaj së bashku me raportin e Komisionit të vendas do të dorëzohen qeverisë, prokurorisë, ODS mjekëve, inspektoratit sanitar dhe shëndetësor, fondit shëndetësor dhe Komisionit për parandalim të korrupsionit. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar se komisioni me ekspertë të huaj, që ka shqyrtuar rastet e dyshimta të operacioneve të panevojshme ose të udhëzimeve për operime, ka konstatuar gjetje të dyshimta në 9 nga gjithsej 13 lëndë të analizuara. Sipas Aliut, bëhet fjalë për raste që lidhen me ndërhyrje kardiokirurgjike, për të cilat ekzistojnë dyshime për nevojën reale të kryerjes së operacioneve ose për mënyrën e referimit të pacientëve për trajtim kirurgjik. Për 9 pacientë të tjerë, si pas ekspertëve të huaj, po citoj, thot kështu, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar.
pas së cilit ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale. Ministri Aliu njoftoi se rastet e njëjta janë konstatuar edhe nga Komisioni i Brendshëm. Komisioni i Brendshëm vendor mbajti 16 takime gjatë kësaj periudhe, që shqyrtoi në mënyrë të detajuar 20 raste, prej të cilave raste 13 u konstatuan dyshime për operacione të kryera pa nevojë ose për udhëzim të panevojshëm për operacion. Aliu tha se komisioni i huaj përbëhen nga Dr. Ugolini Livi, kardiokirurg nga Italia, Dr. Nikola Lakic, kirurg kardiovaskular nga Slovenia dhe Dr. Miha Čerček, kardiolog intervenues nga Slovenia. Ministri i Shëndetësisë tha se raporti i komisionit të huaj, së bashku me raportin e komisionit vendas, do t'i dorëzojnë qeverisë, prokurorisë, ODS, mjekëve, inspektoratit sanitar dhe shëndetësor, fondit shëndetësor dhe komisionit për parandalim të korrupsionit, ndërsa paralajmëroi se institucionet kompetente do të vazhdojnë me procedurat dhe shqyrtimin e rasteve, ndërsa opinioni do të informohet për të gjitha gjetjet dhe masat që do të ndërmerren. VMRO dhe LSDM kanë fajsuar njëra tjetrën për blokimin e rrugës drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski kërkoi mbështetje nga opozita për miratimin e ligjeve kyçe që lidhen me reformat evropiane. Çdo blokim, zvarritje apo politizim e këtyre proceseve nuk është goditje ndaj qeverisë, por ndaj perspektivës evropiane të shtetit, ka thënë ai. Ndërkohë, kryetari i LSDM-s Venko Filip që vlerëson se qeveria nuk dëshiron reforma për Bashkimin Evropian. Ai theksoi se reformat nënkuptojnë ndryshime kushtetuese, fillim të negociatave dhe hapje të kapitujve. Përplasjet mes partive të bllokut të Maqedonasë nuk kanë të ndalur, ku sot ata kanë fajsuar njëra tjetrën se kush po e bllokon rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, kuadri VMRO DPMN-s, kërkoi mbështetje nga opozita për miratimin e ligjeve kyçe që lidhen me reformat evropiane, duke theksuar se pa marrëveshje në kuvend nuk do të mund të realizohet plotësisht qasjet në fondet evropiane. Sipas tij, ndër çështjet më të rëndësishme janë ndryshimet në kodin zgjedhor dhe reformat në sistemin e drejtësisë, për të cilat nevojitet harmonizim më i gjerë politik dhe mbështetje me 2/3 e votave. Ai theksoi se ndryshimet ligjore janë kyçe dhe do të ndikojnë drejt për drejtë në kredibilitetin e shtetit, sundimin e ligjit dhe shfrytëzimin e fondeve evropiane. Çdo bllokim, zvarritje apo politizimi i këtyre proceseve nuk është goditje ndaj qeverisë, por ndaj perspektivës europiane të shtetit dhe interesave të qytetarëve të Maqedonisë. Nëse opozita çdo ditë mban konferenca për shtyp dhe thotë se nuk ka asgjë më të rëndësishme se BE-ja dhe se duhet të shfrytëzojnë fondet, por në praktik nuk i mbështet ligjet europiane, atëherë përfundimi është i qartë. Ndërkaq, nga ana tjetër, lideri i opozitës Venko Filipçe vlerëson se qeveria nuk dëshiron reforma për Bashkimin Evropian. Ai madje pyet publikisht se çfarë ka bërë qeveria gjatë 2 viteve të fundit për përmbushjen e agjendës reformuese. Timço Mucunski nuk dëshiron reforma për Europën. Reforma nënkuptojnë ndryshime kushtetuese, fillim të negociatave dhe hapje të kapitujve për BE-n. Kjo është rruga e vërtetë përpara. Nëse nuk duan, le të largohen, sepse do të mbajnë përgjegjësi. Sot e njëjta strukturë politike që dikur kritikonte integrimin evropian dhe NATO-n, tani po i pranon ato politika, duke treguar kontradikta në qëndrimet e saj. Filipçe theksoi gjithashtu se procesi evropian është penguar nga interesa politike dhe korruptive, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian sjell institucione të pavarura, sundim të ligjit dhe luftë kundër korrupsionit, gjë që sipas tij disa struktura politike në vend nuk e duan. Ansambli muzikor i Tetovës do të funksionoj brenda Pallacit të Kulturës së Tetovës, tha Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Ljutkov. Ai sqaroi se para hartimit të strategjisë për kulturë kanë analizuar punën e 72 institucioneve ku kanë gjetur mungesën efikasiteti. Ljutkov tha se qëllimi i këtij procesi është rikthimi i funksionalitetit dhe përmirësimi i punës së institucioneve. Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Ljutkov në emisionin Impact në televizionin Shenja deklaroi se ministria ka realizuar një analizë funksionale të 72 institucioneve kulturore shtetërore para hartimit të strategjisë së re për kulturë dhe procesit të riorganizimit. Sipas tij, rezultatet e analizës kanë treguar mungesë efikasiteti, gjë që ka shtyr institucionin të nisë fazën e dytë, riorganizimin e tyre. Ljutkov tha se qëllimi i këtij procesi është rikthimi i funksionalitetit dhe përmirësimi i punës
së institucioneve. Ai akuzoi opozitën për keq interpretim të strategjisë, duke theksuar se në opinion janë shpërndar informacione të pasakta lidhur me mbylljen e institucioneve. Atë konfuzioni krijuan partitë opozitare dhe deputetët opozitar që dilin në kuvent dhe liferonin me disa tekste të cilat as nuk i kishin lexuar. Mendoj që ata as nuk e din se çfarë do të thotë fjala optimizëm apo riorganizim, por ata thonë se këto institucione po shkëputen, po ndërpriten, nuk është e vërtet. Ai u ndal veçanërisht te reagimet lidhur me ansamblin e muzikës në Tetov, për të cilin në opinion kishte dilema se mund të shuhet. Ministri siguroi se ansambli nuk do të mbyllet. Dyshimet më të mëdha ishin tek ansambli shqiptar në Tetov, se i njëjti do të mbyllet, por nuk është ashtu, sepse në Tetov janë numri më i madh i institucioneve kulturore. Me që kemi institucion Shtëpia e Kulturës, ne kërkuam që të gjitha institucionet që janë në sferën e kulturës, këto të sapoformuara të furnizohen nën ombrellë të Shtëpisë së Kulturës, që të ketë efikasitet më të madh. Nuk mbyllet asnjë institucion, thjesht furnizohet në një tjetër që është më i madh. Ndonse strategjia nuk parasheh mbylljen, kundër të njëjtës janë shprehur publikisht nga ansambli muzikor në Tetov, të cilët janë edhe kundër fuzionimit dhe futjes të këtij institucioni në ombrellën e Shtëpisë së Kulturës në Tetov. Për më tepër, drejtori Qamili edhe përmes televizionit Shenja ka kërkuar që Ministria e Kulturës të mundësojë dhe të hap konkurs për punësimin e kuadrove të nevojshme. Mashtrimet për dënime në trafik janë shpeshtuar ditëve të fundit. Personat të panjohur përmes një numri të huaj ju dërgojnë mesazhe qytetare për shkelje në trafik dhe i detyrojnë që të paguajnë nga 1.500 denar për atë dënim. Ministria e Punëve të Brendshme ju bën thirrje qytetarëve që të jenë sa më të kujdesshëm dhe që mos t'i hapin ato SMS porosi. Ministria e Punëve të Brendshme ka paralajmëruar se ditëve të fundit është vërejtur një rast i shpesh ku disa persona të panjohur përmes një numri të huaj telefonik u dërgojnë mesazhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për një shkelje të supozuar në komunikacion dhe kërkojnë pagesë me kartel bankare në një faqe të reme të internetit. Nga ana tjetër, sektori për krim kompjuterik pranë MPB-s u bën thirrje qytetarëve dhe subjekteve juridike të mos hapin linke apo dokumente të dyshimta të bashkangjitura në mesazhe që nuk vijnë nga dërguese verifikuar dhe të njohur. Mashtrimet realizohen në atë mënyrë që pasi qytetarët të klikojnë në linkun e dërguar në mesazh, ai i çon një faqe të reme të MPB-s, ku kërkohet të vendosen targat e automjetit. E më pas hapet një dritare tjetër ku paraqitet një shkelje e regjistruar dhe kërkohet pagesë prej 1.500 denarësh. MPB u bën thirrje tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të mos u besojnë mesazheve që vijnë nga faqe jo zyrtare të ministrisë, të mos japin të dhëna personale apo të dhënat e kartës së tyre bankare, pasi ato mund të keq përdoren. Gjithsej 18 minatorë të ndërimit të natës mbetën për 12 orë të ngujuar brenda minierës së Trepçës në Mitrovic në thellësi prej rreth 800 metrash si pasojë e ndërprerjes së energjisë elektrike të shkaktuar nga një defekt në linjën 35 kV Stan. Pas angazhimit të ekipeve teknike dhe skuadrave të shpëtimit është arritur që situata të menaxhohet dhe minatorët të nxirren jashtë minierës pa pasoja. Më herët ndërmarrja publike Trepça kishte bërë të ditur se në ndërimin e tretë kanë qenë të angazhuar gjithsej 47 punëtorë, prej të cileve 29 kishin arritur të dalin më herët nga miniera, ndërsa 18 të tjerë kishin mbetur brenda. Gjatë gjithë kohës, sipas përgjegjësve, komunikimi me minatorët ka qenë i vazhdueshëm dhe gjendja e tyre është monitoruar nga afër. Në minierë thanë se tani gjithçka është normalizuar dhe minatorët do të vijojnë me punë normale. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar Kongresin Amerikan për një leje të propozuar për eksportimin e artikujve të mbrojtjes të dhënave teknike dhe shërbimeve të mbrojtjes drejt Kosovës në vlerë prej 14 milion dollarësh apo më shumë, kanë thënë për Radio Evropën e Lirë disa burime brenda Kongresit.
Njoftimi është dërguar nga Byroja për çështje legjislative e Departamentit Amerikan të Shtetit në përputhje me nenin 36C të ligjit për kontrollin e eksportit të armëve. Në dokumentin e Kongresit nuk jepen hollësi publike për llojin e pajisjeve apo shërbimeve që përfshihen në këtë leje. Njoftimi për furnizimin e Kosovës me armatim të ri amerikan vjen në kohën kur kongresistët amerikan po bëjnë thirrje që Washingtoni ta mbështesë antarësimin e Kosovës në organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior. Presidenti i Kinës ka deklaruar se Washingtoni dhe Pekini nuk duhet kur ta prishin marrëdhënien dypaleshe, duke theksuar partneritetin mbi rivalitetin. Trump ndodhet në një vizitë shtetërore 3 ditore në Kinë, e para nga një president amerikan në detyrë në 9 vitet e fundit. Shi dhe Trump zhvilluan më herët gjatë ditës një samit dypalesh të cilën Shtëpia e Bardhë përshkroi si takim të mirë, duke përshkruar vizitën e Trumpit si historike. Lideri kinez tha, si Kina ashtu edhe SBA-ja përfitojnë nga bashkëpunimi dhe humbin nga përballja. Dy vendet tona duhet të jenë partnerë dhe jo rival. Ai tha se marrëdhëniet Kinë-SBA prekin dhe ndikojnë interesat e mbi 8 miliard njerëzve në botë. Të dyja palët duhet të ngrihen në nivelin e kësaj përgjegjësie historike dhe të drejtojnë anijen gjigante të marrëdhënieve Kinë-SBA përpara në mënyrë të qëndrueshme dhe në drejtimin e duar ka shtuar Shi dhe Trump pritet të takohet sërish të premtëm për një ceremoni tradicionale kineze, çaji si dhe për një drek pune para se Air Force One ta kthej presidentin amerikan në shtëpi. Çmimet më të larta të biletave për udhëtarët ajror në Evropë janë të pashmangshme për shkak të kostos së lartë të karburantit të avionëve, sipas kreut të shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror. Edhe pse disa linja ajrore kanë ulur çmimet e tyre evropiane kohëve të fundit për shkak të mungesës së kërkesës, tha se kishte asnjë mënyrë që linjat ajrore të mund të përballonin kostot shtesë me kalimin e kohës. Ai gjithashtu ka thënë se ende ekzistonte shqetësimi se industria në Mbretërinë e Bashkuar mund të përballej me mungesa karburanti gjatë verës, megjithse këmbguli se nuk kishte nevojë për panik. Megjithatë, ai vuri në dukje se edhe nëse ngushtica e Ormuzit rihapet nesër, ndikimi i përçarjes së shkaktuar nga konflikti në linjën e mesme mund të ndihet ende në vitin e ardhshëm. Një stuhi e fuqishme që solli shi dhe breshër përfshiu shtetin më të populluar të Indisë, Uttar Pradesh, duke vrarë më shumë se 100 persona, thanë zyrtarët e shpëtimit të ejtë, ndërsa kryeministri urdhëroi shpërndarjen e fondeve të ndihmës brenda 24 orëve. Stuhit janë të zakonshme në shtetin verior gjatë sezonit të nxehtë nga mars deri në qershor, përpara se shirat musonik të sjellin qetësi, por stuhia e së mërkurës plagosi 59 persona, dëmtoi 87 shtëpi dhe vrau 114 bagëti, thanë autoritetet. Të paktën 104 persona vdiqën me e goditura ishte zona përreth qytetit të pelegrinazhit hindu të Pragurajt, tha për Reuters zyra e Komisionit të Ndihmës së Shtetit Rishkek Bahsar Yashot. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.